Kuksi mirëpriti në një takim kryetarin e Partisë Social-Demokrate Tom Doshi. Shtresat sociale në Kukës dhe kudo në Shqipëri do të kenë mbështetjen e plotë në programin e Partisë Social-Demokrate, tha Doshi. Fokusi jonë është luftë me kancerin dhe me mjerimin. Kjo është misioni jam. Janë 80.000 smur me kancer në Shqipëri. 20 vjet te Berisha, te Rama, as kërkush nuk investoi për këta njerëz. Janë 1 milion shqiptar të varfër. Sot do na me hinë në Europë, si do him në Europë. Ju mos më majtë migracionin, Kuksin e hasin, çfarë jetesit kishin bërë. Kreu i PSD-i bëri thirrje banorëve dhe kuksianëve në diasporë që të votojnë kandidatin për deputet në atë qark Astrid Cengu. Ju e shihni sot presionin që bëhet me administratën për mas me na votu ne. Pra s'do me lënë të lirë qytetarin me të votu, do me votu Astridin. Nuk do me votu Ed Shalsin, se Ed Shalsi nuk ka lidhje me Kuksin. Mori Ed Shalsi natë. Thashun, Ed, ç'a don ti në Kuksin has? Ti don për kthyesi tash, ata s'marrin vesh ty. Edhe ky tjetër që janë listë PD-s, ç'a ka bën për Kuksin? Ai ishte në mandat tjetër. Ky e ka ble mandatin. Sali Berisha në listë mëllën, tani ju ka kërku lek për me majt partinë. Jo ç'a jeni këtu. Djemt që i keni në diasporë të kontribojnë atje dhe të votojnë numri 11 Partinë Social-Demokrate dhe Astrid Cengu. Kandidati i Cengu i bëri thirrje kuksianëve që në zgjedhjet e 11 majit besojnë sepse do t'i përfaqësojnë në mënyrë dinjitoze. Kërkoj mbështetjen e kuksianëve, mbështetjen e hasionëve dhe mbështetjen e tropajanëve. Kërkojmë edhe mbështetjen e kosovarëve që kanë pasaportizimin e Kukës. Këto zgjedhjen në qarkun e Kukësit do të jenë surprizë për PSD-n me një fitore të thellë. Qytetarët kuksian në këtë takim, disa të ardhur edhe nga diaspora, u shprehin se mbështetja e tyre do të jetë për kandidatin e PSD, Astrid Cengu. Ato vënë për të janë, ma e bërë 4 vjetë me për me së e mo. Ta kena këto për të. Arsyeja pse mi kthyer në Kukës është të votojmë numrin 11 për datën e zgjedhjeve, zotin Astrid Cengu. Unë e kam doj Halin pak më larg, ja kupton. Në vend keq s'kam qenë e bon se tani atë hes me ato që rrinë këtu në Kukës, jo me ato që rrinë në Tiranë. Jetoj në Gjermani. Unë kam marrë me votu Astrid Cengu. Ne jetojmë në votën e Kukës. Partia e Social-Demokrate e Tom Doshit pritet që për herë të parë të sigurojë një mandat deputeti në qarkun e Kukësit përmes kandidatit Astrid Cengu, i cili shërbeu me devotshmëri për gjithë këto vite për qytetin e tij.